Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1854, kompozitori Robert Schumann shpëtohet nga një përpjekje për të mbytur në lumin e Rin. Schumann konsiderohet gjithësisht si një nga kompozitorët më të mëdhenj të epokës romantike. 1897 u botua në Stamboll alfabetaria e gjuhës shqipe, e përgatitur nga Sami Frashëri, Vasu Pasha dhe Koto Hoxhi, e cila çeli një epokë të re në fushën e teksteve shkollore. 1900 është themeluar klubi i futbollit Bayern Munich. Bayern Munich është një klub sportiv gjerman me qendër në Munich të Bavarisë. 1914 kapiteni Fethi dhe Togeri Sadik, dy pilotë të ushtrisë turke, u martirizuan kur avioni Movonet Milje, i cili realizonte linjën Damask-Jeruzalem dhe drejtohej prej tyre, u përfshi nga turbulenca dhe ra në afërsi të lokalitetit Taberiet të Damaskut. 1922, SBA, gjykata e lartë mbështet një zëri amendamentin e 19 për të drejtën e grave për të votuar. 1933, ndërtesës së parlamentit të Gjermanisë në Berlin, Reichstag, i vihet zjarri. Marinus van der Lubbe, një komunist i ri holandez, merr përsipër përgjegjësinë. 1936, ndahet nga jeta në moshën 86 vjeçare Ivan Pavlov. Pavlov ishte një fiziolog rus i njohur kryesisht për punën e tij në kondicionimin klasik. Pavlov fitoi çmimin Nobel për fiziologji ose mjekësi në 1904, duke u bërë laureati i parë Nobel rus. 1940, Martin Kamen dhe Sam Ruben zbuluan karbonin 14. 1964, qeveria e Italisë kërkon ndihmë për të parandaluar rënien e kullës së Pizës, e cila po bëhej gjithnjë e më e pjerrët. Një grup pune shumë kombësh, i përbërë nga inxhinier, matematicien dhe historian, u mblodhën në ishujt azore për të diskutuar metodat e stabilizimit të kullës. 1974, revista People u publikua për herë të parë. 1976, territori dikurshëm spanjoll i Saharas perëndimore, nën kujdesin e frontit të Polisario, shpall pavarësinë si Republikë Demokratike Arabe Sahrawi. 1996, Satoshi Tajiri krijoi serialin animuar Pokémon. 2008, Zvicra dhe Austria njohën Kosovën si shtet të pavarur. 2010, një tërmet me magnitudë 8.8 balli shkallës Richter goditi shtetin e Kilit. Kjo fatkeqësi natyrore shkaktoi vdekjen e 521 njerëzve, plagosjen e mijëra të tjerëve dhe dëme materiale shumë të mëdha. 2014, filloi të shënohet dita botërore e Ariut Polar. Kjo datë synon të krijojë ndërgjegjësim për arin polar, të cilët përballen me rrezikun e zhdukjes si pasojë e ngrohjes globale dhe ndryshimeve klimatike. 2015, në Rusi, ndodh vrasja e Boris Nemtsov, një politikan rus dhe një kundërshtar i qeverisë Vladimir Putin. Vrasja ndodhi në Moskën qendrore në orën Bolshoi Mosk-Voretski në 23:31 me orën lokale.